Dashur, përshëndetje dhe mirëmbrëma. Do të flasim sot për një temë shumë të rëndësishme. Se si ne mund t'i ulim yndyrnat e larta ose ato të cilat quhen trigliceridet me anë të një recete ose këshillimi tepër praktik shtëpiak që ne kemi në farmaceutikën tonë shtëpiake. Pra si t'i ulim yndyrnat e këqija, pjesën e lipoproteinës me densitet të ulur dhe trigliceridet. Çfarë të bëjmë për të ulur yndyrnat e tepërta, yndyrnat e këqija dhe një herë tjetër, yndyrnat e këqija në gjak dhe çfarë të bëjmë për të ulur dhiamosjen e mëlçisë. Pra, emisioni do të jetë për të ulur kolesterolin e keq, që është lipoproteina me densitet të ulur, dhe trigliceridet të cilat janë me të vërtet grimca ose mbeturina ushqimore të cilat kanë një shkak për seritjen. Do të flasim për ato vlera të jashtëzakonshme dhe magjike të limonit. Nuk e kemi prekur ndonjëherë limonin dhe pikërisht do të flasim për lëngun e limonit që mund të përzihet me pak krip dhe me pak ose ginger ose kanell ose brenda ne mund të jedhim pak mjalt. Por kujdes, cilët janë persona të cilët nuk mund ta përdorin lëngun e limonit. Pra, ujin me lëng limoni. Kujdes duhet bëjnë njerëzit të cilët kanë një ulcer gastrike, kujdes duhet bëjnë njerëzit të cilët kanë një gastrit kronik dhe një shtres mukozale të dëmtuar në stomak. Këta persona duhet tregohen të kujdesshëm në përdorimin e ujit me limon. Tani